4 persona janë vënë pranga nga policia e Fierit të dyshuar si antar të një grupi kriminal që merrej me trafikun e armëve dhe lëndëve narkotike. Të arrestuarit janë nga Fieri, Divja Kalushnja e Durrësi, ndërsa edhe një person tjetër është në hetim në gjendje të lirë. Të prangosurit janë me precedent penal. Ky aktivitet kryej në disa qytete të vendit si Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës. Ndërsa në disa raste armët siguroheshin nga Kosova dhe futeshin ilegalisht nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në Morin. Policia ka ushtruar kontrolle në banesa, magazina, automjete e sipërfaqe toke, ndërsa 2 prej të arrestuarve janë të akuzuar si drejtues të këtij grupi kriminal. Nga hetimet rezulton se ky grup vepronte mirë organizuar me qëllim trafikimin e armëve nga Kosova në Shqipëri për t'i shitur më pas tek individ të përfshirë në veprimtari kriminale. Gjithashtu, shtetasit BB dhe QSH ishin në rolin e organizatorit të këtij grupi. Antarët e tjerë kishin rol në sigurimin e armëve dhe të klientëve të tjerë. Gjatë operacionit u sekuestruan 6 armë zjarri, municion luftarak, 4.000 fidane, 5.000 fara kanabisi, si dhe radio e uniforma si ato të policisë.